Do fillojmë sot. Po nuk mund ta filloj vetëm unë. Kush keti, po kam gjysmore që pres. Të lutem se realisht nuk është normale. Bët herën e parë dhe kjo nuk mund vazhdoj kështu. Nuk është profesionale fare. Ai djali është i rritur, kështu që duhet mbaj përgjegjësi për veprimet që bën. Ndoshta do të bëhet viral, unë nuk e di, po s'kam se e marr unë Kedin telefon. Nuk është e bukur kjo gjë, realisht. As për qeshur nuk është më. Jo. A më Kedi ku ja? Jam këtu poshtë. Ku poshtë? Këtu poshtë rrugë, domethënë poshtë ndërtesës. Se kemi problem, atë ka pa njëri kur hyre? Okej, çfarë po thua se kemi emision? Si më ka parë njëri kur hyre? Atë foli njëri kur hyre, kishte njëri aty poshtë? Jo. Kujto mirë, të është rëndësishme. Si zakonisht, ti e di që në këtë orë nuk është se ka shumë njerëz, vetëm një zotëri që më përshëndeti në ascensor. Të zotëri, në ascensor? Po ligjon çapo? Po pra më përshëndeti dhe unë e përshëndeta mbrapsh. Çfarë lidhje ka kjo tani, të lutem? I thej gjë, çai the? I thash mirëmbrëma. Kaq. Po zotën, Po çka ka më Kedi, çka ka? Kush është ky njeriu? Ta dish ti, ai është i dërguar i sektit më të fuqishëm që ekziston këtë botë. Ka ardhur për ne sot. Më fal, çfarë punë kam unë me të, i dërguar i sektit? Se ai e di për çfarë temë do flasim sot, për ne ka ardhur. Ka ardhur me na ndalu. Okej, di çfarë po thua, të lutem. Seriozisht i beson këto gjëra, të lutem. Nëse po mos ke frikë qetësinë, ti atë duan edhe ata që trememi, që mos të themi të vërtetë, po nuk dorëzohemi ne. Kedi, shiko, mua nuk më intereson fare për të vërtetat, unë dua që ta mbyllim këtë punën edhe t'i ikin në shtëpi. Nuk e ke kuptuar? Domethënë sa ta herë është që duhet ta diskutojmë të gjën. Një sekond. Pas ka qenë ka qenë gjë i veshur me bluzë të bardhë ky burri, për këtë po pyet. Po, kush to tha? Me kapele të zezë. Po. Fix fare për atë. Kishte edhe një qen me vete? Po, më fix fare, ai është, më thërë, njoh stilin këtyre më. Ai është. Po ngjitu më budalla, ngjitu se është babi çunave, ngjitu lart. Ngjitu mos na hum kokotore. O i dërguar i sektit. Po hajde, okay. Babi çunave është me Illuminati? Ti si e mirë. Ti thjesht si e mirë. Domethënë ti e kupton që na vënon për budalliqe? Po tashi kush ishte ky njeriu? Më mirë të jesh i sigurt se Po ti je i sigurt për çfarë më burri dheu, që po të përndjekin? Po them një herë, më mirë të jesh i sigurt, se nuk e njeh këto lloj njerëzish. Për çfarë? Për njerëzit që hyn në ndërtesë edhe në ascensor, do të përndjekim edhe ata tash. Për gjithë. Duhet kemi frikë, jo, më thjesht paranoja. Kedi e kupton çfarë po flet? Paranoja për çfarë? Kush pretendon ti që është ai njeriu? Nuk është se të besoj më, se të besoj, e kupton se e thanë çunat dakord, po prap çudim duket. Po kush pretendon ti që është ai? Po i kishte gishtën e vogël më të madh se gishtën tjetër të vogël. Në disi më duk kështu. Mund të jetë marangoze, mund punoj mobileri dhe ka prerë. Domethënë për çdo njeri që do shikosh në këtë ndërtesë do dyshosh që po na përndjek neve. Ti se di për çfarë temë do flasim sot, por ne ke dyshimet ti. Po pse më për çfarë temë do flasim sot? Do flasim për dosjet Epstein. Për ne kisha aq merak aty. Se duhet shqetësohesh për një njeri që ka vdekur, o burri dheu, dhe ka jetuar në anën tjetër të oqeanit. Çfarë lidhje ka? Ka vdekur, aty thjesht beson çado që thon, më vërtet mendon se ka vdekur. Më thjesht ka vdekur, është me Bob Marley edhe me Steve Jobs, tek ai ishulli vet. Shesa ju me gjithçka. Më vërtet mendon se vdes ai lloj i lartë njeriu mbi politikan, mbi vret veten ai. Pse janë të pavdekshëm këta? Jo, thjesht nuk vrasin veten. Nuk vrasin veten. E para një herë di që ishte pjesë e dosjes që e kam telefon tash ta tregoj kur dush. Kishte gishtin e prerë, është pjesë babi çunave, është pjesë e dosjes. Është pjesë e dosjes që i kanë ndruar Epsteinin, është pjesë e dosjes që kanë vënë një trup tjetër aty dhe kishte hundën ndryshe. E po nuk duk tash i qarë. Tani Epsteini është i pavdekshëm apo jo? E zëm se kanë ndryshuar. Se ka një plan. Shpëtoi Jeffrey Epstein. Vdekja e tij është sa jes, po thua ti. Dhe ai jeton diku i lumtur apo jo? Vazhdon të jetë pjesë e elitave. Do ketë në ishull tjetër. Po, sa vjeç i bie ti tani? Shumë. Çon si ka sa vjeç është, por mos e kanë akses në shëndetësi që nuk e ke akses fare. Po se i bie të vazhdoj ligësia e tij nëse është i pavdekshëm. Ti mendon që njerëzit mund të kthehen në të pavdekshëm?
Edhe mundet. Po si pra? Edhe mundet. Ishte pjesë e dosjes dhe kjo, po fliste për adrenokromin, kështu për zëvendësimin e qelizave, bla bla bla. Do me thënë edhe shkenca është pjesë e dosjes. Mase kam merak kot. Po. Ç'a më bë? Se ty kujton më vërtet se jenë në Shqipëri këtu, je larg, edhe shumë larg, nuk merren me ne. Po jo, po duhet të ketë një lidhje logjike o burri dhe o ti thua që Jeffrey Epstein nuk ka vdekur. Dhe në vend të tij kanë vendosur një kufom, që mund të jetë kloni i tij, një nga klonet e tij. Tani supozohet që ky njeriu është gjallë dhe vazhdon të përhapi ligësinë e tij dhe manjakërinë e tij dhe pedofilinë e tij apo jo. Se misioni vazhdon për të. Po pra po sa do jetojë ky njeriu? Ka një limit gjëja. Po më kur të apo ka bërë një vaksinë ose janë futur në për këto frigoriferët që mbetet gjallë. Këto nuk do i dinim, nuk kemi nga të dim, domethënë vetëm çka ka dalë pjesë e dosjes dhe nuk mund t'i vërtetojmë se i ka shkruajt kot ato emaile e kështu, gjëra. Po që nuk ka rëndësi edhe sa jeton, mëse nuk është edhe ai i pari, nuk është ai kontrollohet këtë gjëna. Ai thjesht përfaqëson dikë tjetër. Kur vdesë ky do gjejnë një Epstein tjetër. Flasim për ato që dim? Ha. Ato që kemi zbuluar në faktën. Çfarë do të thotë? Dosja është e madhe. Dhe një ndër njerëzit më të rëndësishëm, sigurisht që do flasim për Jeffrey Epstein se nuk kemi se si ta shmangim këtë, po ajo që është më shqetësuese për gjithë njerëzit në mbar botën është fakti që pjesë e kësaj dosje dhe emri që përmendet më së shumti është emri i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Çka ka bërë ky tipi? Trumpi. Si vazhdon të jetë president ky? Mirë që nisëm atë. Trumpi përmendet diku para se të fillonin me redaktimet edhe një herë, se nxorën 3.5 milion dokumentat. Ta garantoj që si lexon dot media, le më me i lexu unë, domethënë janë aq shumë, po që me aq sa mund të bësh me thjesht një search të vogël, se pastaj fillon me i redaktu prapë masi nxorën. Ka foto, ka video. 38.000 përmendje. Fjala Trump, 38.000, është më tepër se Harry Potteri te filmi, te librat Harry Potter, gjithë bashkë. Po çfarë bënte Trumpi aty? Shkonte për festat apo kishte qëllime tjera? Festa makabre. Festa Trumpi është përmend për shumë keq aty. Domethënë, të bëj kod diçka që e ka thënë vetë Jeffrey është njeriu më i ligë që kam takuar në jetën time për Trumpin. E ka thënë Jeffrey këtë. Ka shi keq, ë? Po. Dhe Trumpi e parë njëherë ka bën ankande me fëmijë, dhe është deklaruar aty. Ka qenë te një parti të ishullit që bëjnë ankande, siç bëjnë ankande për piktura, ka pas fëmijë këtu. Si bëj kë ankande me fëmijë? Kush ofron më tepër? Se shumë brutale, po ç'a më i bë? Kjo është vërtetë. Edhe për të përmendur, duhet kemi shumë kujdes me këto, okay, lutem. Trumpi ka pas kështu, ka pas është përmendet për pedofilire, përmendet për rituale kanibaliste, përmendet për Bill Clintonin, më vjen mendje, ka qenë shok shumë i ngushtë me Bill Clintonin. Gjithë drejtuesit, gjithë pushtetarët, Bill Clinton edhe Tony Blair, që për Shqipërinë kanë qenë vërtet rëndësishëm fakt. Trumpi një herë bashkë me Bill Clintonin kanë marrë pjesë bashkë, se është dokumente, se më vjen mendje, i kam kështu. Sa jam marrë me ato, kanë marrë pjesë në pika e një 14 vjeçare. Edhe pastaj është dokumentuar me pjesë e emaileve që e kanë vrarë dhe e kanë barros. Gjithsesi ne i kemi lartësuar si figura sepse janë gjendur aty edhe përgjatë luftës në Kosovë. Kanë dhënë ndihmë, po ka edhe një variant tjetër, ka edhe ca hipoteza tjera që periudha e luftës ka shërbyer edhe për të trafikuar fëmijë dhe gra. Ne vërtet po flasim për Donald Trump, po ka ca gjëra që janë më afër nesh edhe disa personazhe që janë implikuar në këtë histori që ne i kemi lartësuar, sepse gjatë periudhës së luftës në Kosovë ata kanë qenë shumë pranë edhe kanë dhënë ndihmë. Edhe bëhet fjalë për Tony Blair dhe Bill Clinton. Po. Që janë pjesë e dosjes. Të dy pjesë e dosjes. Shumë keq, domethënë pjesë e dosjes shumë keq, se kishte edhe njerëz që përmenden thjesht kot. Bill Clintoni ishte shok shumë i mirë me Donald Trumpin, shok personal, mos them ne gjë më tepër, dhe siç thash kanë marrë pjesë në atë gjën pika me 14 vjeçaren. Tony Blair është më bërnut, si më thon. Tony Blair ka qenë, mos gaboj, kryeminist në Angli, gjatë kohës që ka pas atë pjesë në kryeministrisë ka liruar 7.250 mos gaboj pedofilë nga burgu. Pedofil që ishin të arrestuar? Dhe gjysma ishin me gjykim të shkurtuar, domethënë i lirën para kohë, i ndihmon dhe kanë pas lidhje me të. Janë falur domethënë. Po. Plus flitej për kështu, orgjira, gjëra me fëmijë, sigurisht. I ka patur shef festat, Mavria. Këto persona na kanë ndihmuar, domethënë është çik si delikate kjo, se keq më vjen me e thonë, domethënë, po na kanë ndihmuar, kanë qenë kur ka ndodhur pavarësia e Kosovës, ne këto kanë një bulevard që quhet Bill Clinton. Po, kanë qenë kemi edhe rrugën George Bush. Kur na erdhi George Bush i vodhën me daorën atëherë. Po. Në Kamës. Janë Bokong, është ajo thank you USA, you are my best friend, del Bill Clinton. Shiko, nuk është as për të qeshur, se në këtë rast bëhet fjalë për krim. Edhe ti ke fakte për këtë gjë. Jo ti, po dosja është publike. Po. Përfshihet dhe Shqipëria, domethënë. Pa ku trajtu këtu.
Me thonë, u trajtua ajo pjesa ati norvegjezit, si kishte ai Torbjørn Jagland, ai norvegjezi që ka ardhur në Shqipëri dhe janë shfaq ka dalë pjesë dosjes do kështu mesazhe që kishte personale me Xhefrin. Dhe po të shohësh në aspekt kështu psikologjik me gjyku këto flisnin sikur janë rrit bashk, sikur janë shok jete. Ç'a ndodh konkretisht në Shqipëri ose në Kosovë gjatë asaj periudhe? Ç'a kanë bërë? E para njëherë mund të flasim për Sarajevon. Do e krahasoj është shembulli perfekt, domethënë në Bosnjë, përmendet Shqipëria, domethënë se unë kam bë deep search fjalës Albania, pastaj Tirana, domethënë me një kërkim që mund ta bëj kushdo lehtësisht, është pjesë e dosjeve, po ç'a del janë emailë që flasin për ne? Po, Shqipëria edhe të dosjet që dolën tash edhe të ato që janë shfaq para një viti e gjys. Pra përmendet aty. Ka pas përmendet si që jemi Maldivet e Ballkanit, jo? Në ëndra. Me fol Epsteini mirë për ty nuk është gjë e mirë. Flitet si burim sklevrish. Domethënë flisnin si Europa, burim sklevrish. Shqipëria? Flitet edhe flisnin kështu sikur po flasin për thas me patate. Domethënë 20-30 milion sklevër i kemi. Sikur kanë një 20 milion patate. Ç'a ndodhte? Domethënë i rrëmbenin nga këtu njerëz? Po, dhe përdoren për sklavërinë, për lypje, bie fjala. Në vend femra edhe fëmijë? Femra dhe fëmijë. Për trafikim, po. Fliste edhe për gjëra domethënë shumë tjera. Bie fjala te një dokument që u lexonte fjala Shqipëri thotë që 2/3 e trafikut botëror të femrave dhe të fëmijëve është nga Europa lindore, në shtete si Shqipëria, pastaj Rumania, Bullgaria. Domethënë në një dokument tjetër nxirrte sa të tmerrshëm, çaj njerëz. Po të them të fol si fas me patate, po flasim për jetë njerëzish. Fliste që i çojnë drejt Greqisë, i çojnë drejt jugut, fëmijët shqiptar. Domethënë flitej me shifra, po për Europën lindore, jo vetëm për Shqipërinë, flitej për 100.000 fëmijë dhe 500.000 femra. Që trafikohen edhe për organe. Trafikohen edhe për organe. Dhe me këtë lidhjen e Kosovës, domethënë ka pas mënyra perfekte. Ka pas një dosje specifike që flitej për vende afrikane, për Kenya dhe Somalia, ç'a mbaj mend, ishin edhe një dy tjera. Kenya dhe Somalia. Po. Kenya dhe Somalia me sa duket përdoren për Hunger Games, për qitje njerëzish, domethënë këto lloj njerëzish, këto lloj plerash bëjnë festa, shkojnë atje, hanë, pinë, kënaqen me njëri tjetrin, pastaj paguajnë për të vrarë njerëz, ky është show. Është party. Shkojnë në vende atje ku ka njerëz të pazhvilluar në Somali dhe në Kenya dhe i vrasin siç vret drerin në gjuhëti njerëzish. Domethënë kjo është realisht e tmerrshme kur e dëgjon, edhe ti kupton që ky është fakt, se deri dje ishte konspiracion. Pra njerëzit e diskutonin me njëri tjetrin se çfarë mund të bëjë elita, çfarë fuqi e ka, ndërsa sot ata zgjodhen që t'i bëjnë publike të gjitha. Dhe unë mendoj që ka edhe forma të tjera që janë të fshehura, se si ata na prezantojnë me pisliqet që bëjnë, të tipit edhe Squid Game. A nuk është pak a shumë e njëjta gjë, seriali më i famshëm në botë? Thjesht po tregon ç'a ndodh në jetë reale. Kjo nuk është çudi, domethënë thjesht duhet gjenim kush janë njerëzit që e bënin, se kjo ka ndodhur në Sarajevo. Domethënë mund të kërkoni sniper turist. Kam dëgjuar këtë. Kjo ju garantoj që ka ndodhur edhe në Kosovë, domethënë thjesht ka pas raste të vdekjeve kot që vijnë nga plumbe qorre. Se si mund të kapi plumbi qorr? Vdekje kot nga plumb qorr. Se si mund të kapi, se thjesht e paranojmë, se ekziston fjala plumbi qorr dhe thjesht e marrim si të mirëqen, se pas ka fjalë. Edhe në Sarajevo ka ndodhur kjo gjatë luftës, gjatë pushtimit serb në Bosnjë ka pas turista që pagunin $50.000 ose $100.000 për shërbimin premium, ku përfshihen dhe fëmijë, edhe serbët. Po, ishte me abonim. Serbët i jepnin një sniper në dorë, ngjiteshin në helikopter ose në një koder të lartë dhe vrisnin bosnjakët kot. Kjo është monstruoze, lutem. Është vërtet që ka ndodhur, mund ta kërkoni si sniper turist. Kjo është e njëjta gjë që del në dosje që po bëhet në Kenya. Ju garantoj që ka ndodhur në troje shqiptare. Shiko, për te i kësaj se ne përmendim nga një anë edhe njerëzit duhet i dinë këto gjëra, po unë mendoj që plani ka qenë më madhor se sa kaq. Ndërkohë që elita edhe njerëzit e kamur të pasur, po edhe të pushtetshëm që drejtonin botën, edhe shtete shumë të rëndësishme, bëshin pjesë e këtyre festave dhe orgjive, Jeffrey Epstein kishte një qëllim tjetër. Apo jo? Normal. Ku qëndronte loja e tij? Ai donte të manipulonte masat apo jo? Dhe ti përdorte gjitha këto si dëshmi që nëse një ditë ata e kërcënonin, që këta ishin vetë personat që financonin për gjithë çmenduritë e tij. Më përmendet diçka për Covidin. Domethënë Zanafillën e ka nga një dëshirë idiote Jeffrey Epstein. Është çudi e madhe. Ka qenë i përfshirë në shumë gjëra, domethënë nuk është lider i kësaj, siç u thash, është përgjigje të dikush tjetër që është më lart dhe pyetja e parë pse ka kaq shumë foto dhe video? Pse po kap kaq shumë foto dhe video? Se i përgjigjet dikujt. Po patjetër, ka dashur ta përdori, e ke të faktuar. Nuk e kundërshton dot.
Për punën e Covidit kanë dalë dosje me Bill Gatesin. Bill Gatesi e kishte gjithashtu shok jetë. Me Bill Gatesin ka pas mesazhe që datojnë deri në 2015 mbrapa që si do bëjmë një pandemi falso bashkë. I ka qenë ideja e Jeffreyt. Domethënë, është deklarat mund të shkoni ta kërkoni nëse mundet regjia ta nxjerrë atje ose shifeni të story im të vitet e mia, Jo, është diskutuar me emailë kjo. Po, pandemi falso deri në detaje, domethënë si do nxjerrim në lajme si do. Varet. Domethënë nuk është shpërndarja e pandemisë, është vaksinimi i mëtejshëm. Aty ku është problemi, se varet çka kanë hedhë vaksina. Po është tem vete. Grafenoksid. Ne jemi vetë vaksinuar. Çfarë problemi ke me vaksinën? Çfarë më thon Lali? Se ti si i vaksinuar, se ke bërë vaksinën. Oh? As kur ka qenë fëmijë? Po prandaj Atë po. Nuk kam çfarë më thon. Për këtë, domethënë Bill Gates është njeriu, nuk e kuptoj si është gjallë ai tipi, se kuptoj se si bën në gjyq. Po nuk është gjallë, Okej, nuk është gjallë. Jo Jeffrey, Bill Gatesi. Bill Gates është një nga njerëzit më të këqit kësaj bote, domethënë kishin skenu pandeminë, ishte ideja e Jeffrey që në 2015. Plus fakt interesant, mase mund të themi që ka zot. Bill Gatesi kishte kap SIDA të ishulli Jeffrey Epstein duke pika me ca goca të vogla ruse, plus gruaja e tij, domethënë ka kap SIDA prej këtij dhe bukur është se i kërkonte, i lutej Jeffreyt më jep antidozën të SIDA-s që nuk ekziston, e ka Jeffrey me sa duket, domethënë thjesht me ilustron mendje. Nuk e di. Këtë nuk e di. Është me SIDA akoma? Shpresoj. Kanë akses në shëndetësi që nuk e ke aksesin ti unë. Nuk është thjesht sa lek ke, shkon në spital më të mirë. Okej, bëjmë edhe një lajm me këtë. Bill Gates ka patur SIDA. Është kuruar, është shumë mirë për gjithë ju që pyesni. Faleminderit, do t'i çojmë. Shpresojmë të mos bëhet më mirë. Kompost të çohet në këtë rast. Folëm për përhapjen e Covidit, po me sa duket Jeffrey Epstein nuk është ndalur këtu, ai ka dashur që të ndikojë edhe te ngroja globale. Ç'lidhje ka Jeffrey Epstein me shiun, me borën, edhe me këtë vapën që na mbyti sa herët ka filluar. Ja. Mos më shif kështu si jam i stresuar me atë tipin që pash poshtë. Me disa akoma si jam vetë kështu. Jeffrey përfshin në këtuaj, është ulur po pi kafe po të pret më than. Sa po më than kupi. Shpresojmë të jetë babi i çunave më vërtet. Për lajmet. Nuk ishte vetëm për këtë ngrohje globale, ishte për lajmet në përgjithësi. Nuk e mbaj mend se ishte një gazetar i BBC-s ose CNN, mos gaboj, një nga këto dy. Edhe gazetarët kanë qenë pjesë e ishullit, edhe media. Po mendo se kanë kap politikanët, po jo gazetarët, kishin kap shkencëtar, kishin kap njerëz fetar. Çdo gjë, është film, çdo gjë, po shihni reality show, sa herë që shihni summiti i NATO-s. Edhe çfarë synonte tani këtu përmes lajmeve? Kontrollonte lajmet, domethënë i kërkonte llogari gazetarit pse ka kaq pak propagandë kineze, pse ka kaq pak lajme. Jeffrey Epstein. Kontrollojnë mendjet e njerëzve ashtu, mendoni keq për Kinën, mendoni se ka një ngrohje globale. Për të tregon shumë fakti që është Jeffrey i përfshirë aty. Unë dal direkt në konkluzionin s'pas ka ngrohje globale. Ti mendon që nuk ka ngrohje globale? Po ta thot vetë pse do më shtyej. Po çfarë po ndodh me klimën, me natyrën, me të mbjellat? Efekti kujt është? Efekti i askujt. Nuk efekti placebo mund ta quajmë, nuk ka. Është e kemi ne psikologjike, po nuk është se është vapë, kupton? Është komplet vetë. Po vap supozohet ti tani. Vap supozohet ti tani. Okej. Në klimë mesdhetare. Një pikë tjetër që ishte shumë interesante ishin këto lojrat e fëmijëve. Po. Domethënë djallëzia e tij shkon edhe në këtë pikë, manipulimi për t'u pasuruar duke zhvatur prindrit. Pra, fakti që ju merrte lekët prindërve nga lojrat që ata blinin për të argëtuar fëmijët e tyre. Dhe në të njëjtën kohë, ti i fut në gjak edhe dëshirën për të luajtur bixhoz fëmijë, sepse është gjithkohës para ekranit. Ky është thelbi kryesor. Ky ishte plan, domethënë ishte ideja e tij prapë e iniciuar. Është të taku me personin që ka në pronësi lojrat GTA. Jo. Vice City San Andreas. Ato kanë qenë të pastra. Ato kanë qenë të pastra, ka shtëpi kështu, shpresoj akoma. E ke parasysh kur merrje makinë edhe filloi kërcisje kocka nëpër qytet? Po. Thjesht ke bërë aty që do doje të bëje në jetën reale. Do doje ta bëje në jetën reale. Unë filloj të mësoj kodet, e ke parasysh Leave Me Alone, edhe shijon maksimum. Nuk bëj asnjëherë mision. Kodin Leave Me Alone e ka Jeffrey. Kodin Leave Me Alone e kanë personat si Jeffrey. Ik polici nga unë. Ky është kodi. Ai ka kodin. Është fiks, more si GTA-ja. Ne jemi brenda GTA-s, po thua? Po jo për ne jemi NPC-t që ecëm nëpër rrugë. Çfarë po thorim, Jeffrey kishte mbledh kodi është ai për të pasuruar, që të mbushë xhepin me lekë. Do të më pyet Jeffrey. Jeffrey kishte mbledh, kishte folë dhe me atë që ka Activision, mos gaboj, personi që krijon lojrat Call of Duty, ai që krijon lojrat Call of Duty me goditje. Dhe
Me ju dhoni krahasim, domethënë, nëse keni luajt lojrat e vjetra San Andreas, bie fjalë, ato vite loja në një disk ose në një USB. Thjesht është e gjithë loja aty dhe nuk updatetohet ndonjëherë, nuk është e lidhur me internetin, ka ato kodet. Se ka qenë para shumë vitesh burri dhe. Loja GTA 5. Pastaj u updateuam. Po. Loja GTA 5 është krijuar në 2013-ën, mos gaboj, kështu që është para 2009-s që kishte bërë këtë muhabetin. Kështu që ideja e Jeffreyt ishte që të fusim mikrotransaksionet e lojrat e fëmijëve për të këtë që thaj ti, domethënë këtë ku marrin në mendjen e fëmijëve. Po në të njëjtën kohë edhe për të normalizuar luftën, se Call of Duty për këtë punë është i blen edhe armë aty dhe vret njerëz janë luftë gjithkohës. Po. Kjo i bëri fëmijët kumarxhi, domethënë. Kjo i bëri fëmijët që të fusin ma du kartën që të fus $2.5 aty se do hapet ai chesti roz i bukur edhe pastaj po, nxjerrin bukën. Na thonë regjia ka 3-4.000 euro, ka fëmijë që fitojnë 3-4.000 euro në muaj me atë. Ka 3-4.000 fëmijë që kanë humb nga €1 që ti fitojë. Është njësoj si lotaria të këto, domethënë. Njësoj si çdo lloj kumari, duhet humbin 3.000 veta të fitojë 1-3.000 euro. Ti ke luajtur Call of Duty? Po, kur nuk ishte kompromizuar. Shef që je implikuar edhe ti. Po, nuk ishte, nuk kam harxhuar ndonjëherë lek të vërteta për lek loje, që t'ia jap Jeffreyt. Po çfarë lekësh harxhoje? Lek loje. Hesoyam, lek falas loje. Hesoyam, të kthe në jetë prapë më duket të shpëton? Po. Edhe ti jep $250.000. Kodin e helikopterit. Ma jep pak. Se mban mend. S'kaq. Dude. E majta më. Sa super, ne duhet bëjmë një emision vetëm për këtë, vetëm për kodet e GTA-s, që i shkruanim në fletë dhe ishin ekstremisht të gjata. Duhet me dalë ndonjëherë nga tema sepse është shumë ekstreme tema e cila po flasim, nuk më besohet që po qeshim, domethënë nuk më besohet që jam kaq decent si ta. Unë mirë, domethënë se un kam që Shiko, ai ka vdekur edhe keq ka ikur. E gjithë gjëja është se si menaxhohet, se si elitat nuk kanë folur në asnjë moment, janë shitur edhe se si drejtësia është selektive dhe nuk vepron duke ndëshkuar ata që duhen ndëshkuar. Po kjo është një çështje tjetër që duhet folur me profesionistët e fushës. Çka ka një gjë tjetër interesante? E di, një pyetje që kam unë është sa i takon ishujve. Të gjithë të pasurit, synimin e tyre kanë që të blejnë ishuj, sepse kjo është e vetmja formë që të jenë larg syrit njerëzve. Po. Është formë shumë e mirë. Aty të bëjnë pistiqet e tyre. Po Ivanka Trump që do të blejë Sezan. Mund të futemi edhe Jo. E di që do të thojë edhe. Mund të futemi edhe në psikologji. Mund të futemi edhe në psikologji e personit. E para njëherë ka dy shpjegime pse ishull, sepse do të thënë një shpjegim për dy gjëra, jo për ishullin dhe për faktin që kishte pse jo vulkan. Kishte edhe tempull të ishullit. Se jo majmali. Po kishte edhe diçka të çuditshme, ti shohësh fotot, kishte foto që janë një dhomë e ishullit Epstein ishte si dhomë dentisti, dhe një dhomë tjetër ishte me karamele, edhe një dhomë tjetër ishte. Kishte edhe maska aty, te dhoma e dentistit. Që dukeshin si njerëz. Kishte ajo? Ja, ta them unë. Kishte një dhomë tjetër që duket si mbretërore, një dhomë tjetër bosh me mure të kuqe. Me themes, domethënë kishte tema për çdo dhomë. Me tema, bravo, me themes. Kjo është një arsye pse ishulli. Sepse e para private, e dyta është larg, shumë larg, diku larg, edhe e dyta sepse më falni që po ju them këtë. Në qoftë një nga këto fëmijët, kemi falë okay, për shumë gjëra. Nëse një nga këto fëmijët hipotetikisht do merret nga faleminderit. Ka fal Perënia. Nëse një nga këto fëmijët hipotetikisht shpëton nga ishulli dhe shkon në polici dhe jep një dëshmi dhe pyesi policia ku isha në një ishull. E dyta, më na thuj detaje nga aty brenda, ishte një dhomë dentisti, ishte një dhomë mbretërore, ishte një dhomë bosh, ishte një dhomë kështu. Policia thotë ore, çai një dhën këtij. Kështu që policia ka shumë kollajt mendoj se ky fëmijë ka pa ëndër. Sa do fucked up që duket, kjo është e vërteta. Pse zgjodhen që t'i bënin publike gjitha këto dëshmi? Është ritual në vete. Është ritual në vete. Djalli është formë njerëzore, nuk ka entitete, të paktën siç e mendoj unë, domethënë Satan, sa është Titani, siç folëm herën e kaluar. Djalli është në formë njerëzore dhe ka karma, dhe karma kancelohet nëse ta thon çapo bëjnë. Nëse të del aty dhe të thotë që hey, ç'a ndodhi tash është gjë më skandaloze që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e mediave, në historinë e politikës mbarbotërore. Kjo është gjë më skandaloze, lajmi më i rëndësishëm në botë. Sot ata zgjedhin që ta bëjnë publike, se hetimet kanë mbaruar dhe dosja është aty dhe secili nga ne ka akses. Pse bëjmë pikërisht tani dhe ku e dim ne që kjo gjëja nuk vazhdon? Po, sigurisht që vazhdon, po më keq ardhi, sigurisht. Arsyeja është sepse po fillon lufta. Së shpejti e ka për qabe me fillu lufta. Si ishte lave me Alona? Apo s'funksionon për luftë? Aso jam.
e ka syn për qabe me fillu lufta, sepse është plan çdo gjë, nuk është se po ndodh rastësisht, është plan çdo gjë, është parashikuar para 100 vitesh dhe kjo është një ritual në vete. Dhe është hey, lideri jot është kokra e PDF-s. Shiç ai ka bë gocave të vogla, shiç ai për shërpun Trumpit. Jo, Kjo është paleta. Trumpi i miratoi. Trumpi doli aty dhe tha akoma po flisni për Epsteinin. Me vërtet po flisni akoma për faktin që unë jam pedofil. Ju duket apo se ka bërë Biden. Me qëra fjale për Bidenin sipas dosjeve ka shumë mundësi të jetë një person me maskë dhe se kemi iden kush ka qenë. Po sigurisht është me maskë, pse mos ket maskë, i lek. Literalisht me maskë, është ti. E ka bërë Bideni me Barack Obamën, që ti bëjnë keq Trumpit, se si ja duan të mirën, se than po kjo olla ngelin pushtet, e kupton? Nuk e vjen gjilpëran këmbë aty kollaj. Ti mendon me vërtet? Dakord për këtë? Jo. Thuaj jam dakord. Jam dakord. Ti mendon me vërtet se ka anë të majt dhe të djathtë akoma? Janë dy anë të njëjtës monedhe, të njëjtës clipped coin. Ta kam lënë ty të gjithën, mund t'i mendosh ti të gjitha. Aty kishte pa aty ishte dha im George Bushi. Jo George Bushi që hodhi 2 kullat binjake, plaku i atij. Aty plaku George Bushit ishte pjesë e dosjes, dhe jesh nga partia tjetër. Ishte marr sanitar se s'ka. Ky është nga ana tjetër. Nëse Trumpi është i djathtë, ky është i majt. Janë të dy anët implikume. Është shumë më e thellë se ç'duket. Kedi mendon ti që ndodhen në Shqipëri këto gjëra? Sa do jetë radhës? Sa shanse ka që këto lloj personash të kenë kap Amerikën dhe nuk kanë kap dot Shqipërinë? Okej. Bëja pyetje vetes. Ka shumë, domethënë kështu indikacione që më bëjnë dyshoj, bie fjalë kjo çështja e Sazanit, se pikërisht ishull. Nxirr emrat. Emrat? Te ku ja pa të thuash? Thjesht më vjen çudi që njeriu më i rëndësishëm në perëndim me shumë lidhje të forta, personi që ka marr vajzën e Donald Trumpit pa pritur vjen në Sazan. Po, është vend i bukur, pse jo? Bëhet një pikë tërheqëse turistike, do ndërtohet, do investohet, do vinë tuaj, do parkojnë jahtet e tyre aty. Ty të vjen natë që s'do kesh hyrje në Sazan. Jo. Është thjesht ndjenjë xhelozia, Kedian. Nga njëra anë mund të themi që ç'a më bë, më parashiku. Pastaj duket që nga parashiku, që nga porti i Vlorës duket se ç'a bëhet atje. Me parashiku lëvizjet. Domethënë e para kam parë shumë lajme që ka persona izraelit që po blejnë toka në jug të Shqipërisë dhe në veri të Greqisë. Zeza. Kjo mund të jetë është lajm i mirë, është lajm i mirë për vetëm një faktor. Është vetëm një lajm i mirë për një faktor, për anën e keqe po e shohim te dosjet Epstein, domethënë. Ana e mirë është sepse është si një bank që nëse do plasi lufta këtu nuk do të jepte kredi. Se nuk ke si ja kthen kredin, do plasi lufta, banka do i dinte këto informacione para kohe. Njësoj si kjo që sapo flasim, domethënë kjo mund të tregojë që Ballkani mund të injorohet nga lufta. Sepse përderisa këto lloj njerëzish po blejnë toka këtu dhe po njeriu më i rëndësishëm. Ky është thjesht momenti ku unë mbas fillin, dhe ai flet për çart. Vazhdo. Mund të injorohet Ballkani nga lufta, njerëz shumë të rëndësishëm po blejnë prona në Ballkan. Me i parashiku lëvizjet, me aq sa mundemi, domethënë me këto që na ndodhen, unë do thoje që mund të injorohet Ballkani nga lufta. Kjo është pjesa e mirë përveç pjesës keqe që mund të bëhet ishulli i Sazanit, ishulli tjetër Epstein. Rastin më të keq. Lajmi i mirë është që mund të injorohemi nga lufta, domethënë sepse është përderisa këto lloj njerëzish po blejnë toka në jug të Shqipërisë dhe në veri të Greqisë bie fjala, në Ballkan në përgjithësi, dhe një nga njerëzit më të rëndësishëm kësaj bote blen ishullin e Sazanit, mund të jetë lajm i mirë, mund të tregojë që mund të injorohemi nga lufta. Jemi të mbrojtur. Po që ana tjetër tani ndaj mendjen, ose do jetë një ishull që shfrytëzohet është thik me dy presa. Për këto gjërat që po mendojmë ne, ose do jetë një formë mirë investimi që do ndikojë edhe në ekonominë shqiptare. Vetëm gjë që ditë them është shpresoj të paktën të injorohemi nga lufta, sepse tregon diçka fakti që vinë njerëz të rëndësishëm dhe blejnë një pronë aty. Nuk parashikohet lufta aty, ky tipi do e dinte. Nëse si me dhon banka kredi kur e di që do plasë lufta. Ikim tani? Si thua? Ikim se nuk mbaron, domethënë, nuk me këtë temë ai trim gjithë natën këtu, nuk mbaron. Për këtë pjesë mund të themi vetëm që rasti Epstein nuk është thjesht krim, po është një pasqyrë që na ka dëshmuar të gjithëve se si pushteti edhe fuqia ekonomike mund të heshti edhe të vërtetën, dhe se si drejtësia mund të manipulohet. Detajet e tjera do t'i ndiqni në vazhdim me përgjigjet e të ftuarës tonë, vetëm pas pak. Smart Home Albania sjell teknologjinë që ta bën jetën më të lehtë. Kontrollo shtëpinë, vilën apo biznesin tënd nga telefoni kudo që je. Siguri, komoditet dhe stil në një prekje të vetme. Smart Home Albania, jeton më zgjuar. Eurocall Service,
Kompania lider e gjeneratorëve në Shqipëri, të pranishëm në shkolla, fabrika, spitale dhe shtëpi. Ata sigurojnë dhe garantojnë energji kudo dhe kurdo. Prej 35 vitesh në treg, Eurocall Service sjell siguri, besueshmëri dhe energji që nuk ndalet. Faleminderit. Electromagic I ka të gjitha brandet premium, shikoni dhe provoni në funksion që të ndjeni cilësinë dhe të kuptoni pse Miele, KitchenAid, Teka Hagen janë çfarë janë. Është totalisht një eksperiencë tjetër, Electromagic përjeto eksperiencën. Simak Albania. Me Simak Albania keni akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne. Teknologji italiane nga lider europian, instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investo në performancë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Faleminderit Klinikës Europiane të Syrit që mbështet mendoje një herë me në krye doktor Kastriot Boricin, një emër I njohur në okulistikën shqiptare. Klinika ofron vizita, konsultime dhe ndërhyrje të specializuara për çdo problem të shikimit. Klinikën Europiane të Syrit e gjeni te Komuna e Parisit. Jemi rikthyer në mendoje një herë. Tani me qenë se the që të ftuarin e kemi shumë special, ke dëshirë ta prezantosh vet? Patjetër. Nuk besoj se ka shumë nevojë për prezantim. Jacqueline Lekatari, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma. Ne sot kemi zgjedhur të flasim për dosjen Epstein. Në fakt është tema të rënda për Zhakun. Tema të rënda, po që në Shqipëri ne mendojmë që është trajtuar vetëm në formë sipërfaqësore. Fenomeni është shumë I madh, patjetër. Po, ajo që mendojmë është që ka ndikim edhe në shoqëri të tjera, edhe në shoqëri të vogla si kjo e jona. Patjetër. Se jo vetëm që ishte skandali më I madh botror sa I takon krimit, pedofilisë etj, po na tregoi se si elitat e mbrojnë njëra tjetrën edhe fshehin të vërtetën. Edhe duam të kuptojmë, a ekziston kjo edhe në Shqipëri? A ka Epstein, njerëz me epshe këtu? Njerëz janë mbi ligjin. Shiko, ajo çështja e dosjes Epstein tregoi që brenda sistemit ka një strukturë e cila abuzon me pushtetin dhe me vetë sistemin dhe me strukturën. Dhe kjo nuk është një lifestyle apo mënyrë se si jetojnë elitat apo njerëzit që kanë shumë para, po është një organizim I mirëfillt abuzimi. Dhe një sistem apo struktura të tilla abuzimi të ngjashme, pra jo në formën në të cilën ne e gjejmë në dosjen Epstein, por në forma të ngjashme, patjetër që e gjejmë edhe në Shqipëri. Në politikë, në qarqet e politikës, në qarqet e showbizit, në qarqet e televizioneve, nga thashethemet në korridore, nga shkrimet në portale, nga bisedat që ne bëjmë me njëri tjetrin në mënyrë informale. Ne dim që filania ka kaq shumë pushtet apo filania ka një kapital kaq të madh sepse mbrapa saj qëndron filani. Patjetër që ne nuk jemi institucione dhe nuk shkojmë të hetojmë për të vërtetuar fjalët që dëgjojmë. Por sjelljet, veprimet, mesazhet në mënyrë verbale apo jo verbale që ne na vijnë nga këta njerëz, prezenca e tyre në hapësirat publike, prezenca e tyre në ekrane, patjetër që na bën të dyshojmë dhe na bëjnë ndoshta që edhe ti besojmë thashethemet apo fjalët që ne bëjmë njëri tjetrin apo dëgjojmë në mënyrë informale. Kështu që a ka abuzime me pushtetin në vendin tonë? Patjetër që ka abuzime me pushtetin në vendin tonë, se nëse s'do kishte, Shqipëria do ishte një vend shumë I mirë. Dhe do ishte një vend më I shëndetshëm, ne do jetonim më të qetë, nuk do ishim kaq nervoz me njëri tjetrin. Mendoj që do kishim një jetë me më shumë dinjitet. Nuk do ishim të frustruar seksualisht. Nuk do ishim të frustruar, do ta respektonim njëri tjetrin, kështu që patjetër që në Shqipëri ka shumë skema abuzuese. Dhe fatkeqësisht skema e parë abuzuese është ajo që kryen shteti ndaj qytetarit dhe patjetër që në këto institucione apo në këto piramida pushteti, ai që qëndron lart dhe që ka më shumë kapital, patjetër mund t'i përdori të tjerët dhe të abuzojë me ta. Mendoj që ka. Mund ta bëjmë pak më konkrete, Zhak, se pedofili sigurisht ne e njohim si term edhe dim që ligji nuk ta lejon. Pra bëhet fjalë për marrëdhënie me të mitur. Pa dëshirë. Ndërkohë duket sikur në Shqipëri është krijuar një treg tjetër. Persona të tjerë që mund të jenë moshë madhore, po janë fuqishëm edhe të pushtetshëm, kanë biznese, qarkullojnë para, duket sikur po plotësojnë nevojat e vajzave të reja. Dhe këtu nuk I prek ligji, po I prek morali. Çfarë mendon për këtë fenomen të ri? Nuk e shoh si fenomen të ri, me thënë të drejtën. E shoh si një fenomen që ka lindur me njeriun apo me ndarjen e pushteteve, apo me ndarjen e roleve. Dhe ndarja e roleve gjinore ka ndodhur me ardhin e agrikulturës, pra kështu thon antropologët, që në momentin që erdhi bujqësia,
njeriu kuptoi që duhet krijonte një ndarje të tokës, një ndarje të kafshëve, një ndarje të pasurisë dhe një ndarje të gruas. Krijonte rend, pra. Po, dhe që aty në fakt ne kemi dhe zhvillime të ndryshme morfologjike të trupave të individëve. Pra, deri në kohën e bujqësisë, skeleti i burrit edhe i gruas kanë qenë të barabartë. Gruaja ka qenë fizikisht e fortë njësoj si burri. Në momenti që kapitali, ushqimi, pushteti e kishin burrat, ishin ato që e raciononin pastaj dhe për gratë, dhe aty filloi duke u dobësuar, duke u dobësuar dhe gruaja. Kështu që në sistemin që ne njohim sot dhe në këtë historinë botërore që ne e kemi të shkruar dhe e njohim dhe e studiojmë, pushteti ka takuar gjithmonë burrave dhe hapësira i ka takuar burrave, politika, prona, paraja, këmbimet e parave, tregtia. Dhe kjo i ka bërë burrat që në mënyrë të vazhdueshme në çdo shoqëri të kenë situata privilegji. Dhe gruaja për të pasur për të mbijetuar në këto situata privilegji, i është dashur të lundroj dhe ndonjëherë dhe të manipuloj personat që ka pasur përpara. Se duhet të ndodhi edhe sot në vitin 2026. Sepse dhe në vitin 2026 ne vazhdojmë të jetojmë në të njëjtën shoqëri patriarkale, ku pushtetin fatkeqësisht e kanë ende burrat, ku pazaret i bëjnë burrat, ku në tavolinë i ulen burrat, ku në odën e burrave janë vetëm burrat, dhe kur ti si grua që të fitosh një status dhe që të respektohesh dhe që ulesh e barabartë, qoftë edhe në tavolina tregtare, qoftë edhe në tavolina komerciale, profesionale, duhet kesh një burr nga mbrapa. Prandaj dhe unë në moshën 44 vjeçare, besoj që ndonjëherë mund të keni edhe parë ndonjë intervistime në podcast apo emisione të ndryshme. Një pyetje që mua më bëhet vazhdimisht është pse s'ke fëmijë dhe kur do martohesh? Pse si je martuar? Pse s'mojnë kaq shumë për këtë? Sepse duan njerëzit që ti të bësh fëmijë me patjetër. Pra, edhe unë se kuptoj se mitra është e imja, sepse njerëzit ndihen të rrezikuar nga liria e një personi tjetër dhe jo nga vendimi im, sepse vendimi im i të bërit apo të mos bërit fëmijë nuk dikon fare në jetën e askujt. Ose ndoshta ne si shoqëri duam të dimë më shumë për jetën e tjetrit, dhe të vendosim për jetën e tjetrit. Kjo po. Sesa të merremi me veten tonë dhe të kuptojmë problemet tona dhe t'i përmirësojmë. Është liria që të shfaq tjetrin në mënyrë arrogante në thonjza, që ty të bën të ndihesh keq, sepse ti nuk e ushtron dot atë liri, dhe kështu që ti atë lufton, të drejtën që ka tjetri për të zbatuar dëshirat e veta apo nevojat e veta. Në rastin tim, që nuk mendoj që martesa është statusi apo arritja më e madhe për një grua, apo nuk mendoj që mëmësia apo shtatzania e realizon një grua. Një grua mund të ndihet e realizuar në mënyra të ndryshme. Prandaj duke u kthyer te pyetja jote dhe te tema që ne po bëjmë, që po zhvillojmë dhe po bëjmë sot, unë them që pedofilia moderne. Nuk do ta quaja pedofili moderne, do ta quaja thjesht marrëdhënie të abuzimit të pushtetit. Pra, ku këta njerëz që kanë pushtet abuzojnë me këta persona të tjerë që nuk kanë kaq shumë pushtet dhe që kanë nevojë për para. Nga ana tjetër është një treg që ka një kërkesë dhe një ofertë, dhe kur ti si burr ofron vetëm para, personi tjetër që do rrihet pranë teje do të marrë vetëm paratë. Do shta si burr duhet ofrosh pak më shumë që gruaja të marr pak më shumë nga ty. Po ti vlerëson këtë modelin tjetër të djalit të mirë, ndjes Kedi, të tipit flasin për djem që duan të studiojnë, mësojnë, gjejnë një profesion, realizojnë pasionet e tyre, po vajzat nuk i zgjedhin, sepse kanë ardhur ditë vështira dhe mendojnë sa të strapacohem duke zgjedhur këtë individin dhe t'ja nis prap nga zero, siç mund të ketë bërë nëna ime apo babai im. Unë dua një realitet më komod, se kjo është ajo që po shitet tani, dhe ky është tregu tani. Nuk ka asgjë të keqe te kjo gjëja. Nëse ti mendon për veten tënde që nesër pas nesër do kesh një të ardhme dhe çfarë partneri do gjesh, patjetër që ti do kërkosh një njerëz që ka nivelin tënd ose është pak më mirë se sa ty. Dhe nuk ka asgjë të keqe te kjo gjëja. Dhe e di pse? Sepse njerëzit që janë të suksesshëm dhe njerëzit që kanë para, nuk po flasim për njerëz që abuzojnë me pushtetin, që kryejnë korrupsion, që kryejnë vjedhje, që marrin pronën e tjetrit, që bëjnë mashtrime, dallavere. Po flasim për një njeri që e ka arritur pushtetin me forcat e veta, për biznese apo për biznesmen që kanë arritur aty ku janë sepse kanë punuar fort. Absolutisht asgjë e keqe me këtë, nëse e takon në një pikë të jetës këtë njeri. Këta njerëz për të arritur aty ku janë njerëz që kanë punuar, janë njerëz që janë zgjuar herët në mëngjes, janë njerëz që e kanë pasur fokus rritjen dhe zhvillimin personal
Dhe janë njerëz që e kanë një brum. Kështu që patjetër që ti do të riqesh nga një njeri që e ka një plan për veten e vet dhe ka investuar te vetja vet dhe tek e ardhmja e vet. Jo domosdoshmërisht sepse ai njeriu ka para, po sepse ai njeriu përpos paras ka dhe vlera të tjera. Po pra, dakord, po nëse e merr këtë rastin e paralelizon me një 50 vjeçar që është në fshat, me një 50 vjeçar që është në qytete dhe është në fushën e politikës ose është një biznesmen i suksesshëm apo çon si ka se si ka bërë ato parat, nuk besoj se një vajzë 20 vjeçare do e zgjidhte këtë zotrin që është në fshat. Po jo, ke ato vajza fshatare, ato vajza që jetojnë në fshat që do ta zgjedhin atë njeriu 50 vjeçar, se ai njeriu në ato pushtetin vendor ka edhe ai abuzon ose jep edhe ushtron. Po shiko, nuk mendoj, domethënë, mua nuk çësia ime ndaj këtij fenomeni nuk është kështu, këta njerëzit bëjnë gabim. Çësia ime është kjo. Ne jetojmë në një sistem dhe shteti duhet na sigurojë disa të mira, një jetë me dinjitet. Në vendin ku në vendin që ne jetojmë, shteti që është sistemi në të cilit ne ja japim lekët tona sepse ne për të jetuar paguajmë. E paguajmë shtetin. Për të marrë shërbime. Për të jetuar, e paguan, ekzistencën tënde ti e paguan. Dhe këtij shteti, këtij sistemi ti jep edhe një pjesë nga liria jote dhe i thua, shiko, unë këtë liri nuk po e përdor, po ta jap ty, sepse ti do ta menaxhosh më së miri në mënyrë që unë të kem mundësi dhe të kem një jetë me dinjitet. Kur shteti ty nuk të jep asgjë, nuk të siguron asgjë, patjetër që ti vajza apo djalë, burr apo grua do gjes mënyra për të mbijetuar. Kështu që unë kam tendencë mos të gjykoj njerëzit që bëjnë zgjedhje të tilla për të mbijetuar. Sigurisht që nuk them që duhet promovuar, por nga ana tjetër nuk duhet promovuar, por nuk e gjykoj. Nuk duhet të gjykojmë, por duket sikur po i romantizojmë. Edhe mendoj që dhe media ka një rol shumë të fuqishëm te kjo pjesë. Romantizimi është gjë tjetër pastaj. Modelet që na janë ofruar, të paktën këto modele, ne ata duhet kuptosh një gjë, që këto modele janë modele abuzimi. Kur një njeri ka pushtet dhe ti je shumë e madh Jacqueline, dhe të gjithë veprojnë vetëm në këtë formë se kjo është formula për sukses. Shiko, problemi jon nuk është i kësaj formule. Problemi jon është kulti i vjedhjes, i shfaqjes, i manipulimit, i të fortit që ne kemi kultivuar në 30 vitet e fundit. Prandaj kur ti më thua, ky djali që është jo aq i pasur, a do të ketë një mundësi që ta gjejë një vajzë? Ai duhet gjejë një grua me lekë edhe ky djali? Jo, duhet ta luftojmë ne këtë gjë, sepse jemi vetë ne pastaj që këtij djalit i themi po, i shkreti ky, hajt më. I shkreti, e kemi gati këtë. Pra, kjo është një kulturë e vjedhjes, e mashtrimit, e manipulimit, e të fortit, e ligjit të xhunglës, e pasurimit të shpejtë, që është krijuar jo sot, por që është krijuar direkt që në vitet e para të demokracisë, dhe them mund të ketë lindur edhe në komunizëm. Dhe kjo përfshin gjithë shoqërinë, nuk përfshin vetëm ta 50 vjeçarët me këto vajzat e reja. Është i gjithë një sistem i cili nuk funksionon mirë, është i kalbësuar dhe ndërlidhen gjithë fenomenet ose sjelljet antishoqërore me njëra tjetrën dhe kanë të gjitha një arsye, dhe arsyeja kryesore është varfëria. Sepse njerëzit kur kanë e paguajnë qeran, kur kanë punën, kur kanë një të ardhme, e kanë edhe shëndetin mendor më mirë, jetojnë dhe në paqe më mirë, raportohen më mirë me të tjerët, të raportohen më mirë edhe me veten. Në rrjet ndoshta ti e mbështet këtë, ishte deklarata një pedagogu që thotë që unë mendoj që gruaja nuk bën asnjë gjë. Gruaja është totalisht e lehtësuar, gjithë punën e kanë burrat, çfarë është dashur asaj të bëjë ndër vite, vetëm 3 në shtëpi, 3 si fëmijët, pra ka qenë në komoditet. Ishte burra, ishte dilte, punonte, lodhej, shkonte në luftë, çfarë mendon për këtë? Po pse janë të mërzitur burrat tani që gratë nuk po duan ta bëjnë më ato punë? Mendoj që zotria duhet të kuptojë që e kaluara që ai kërkon të rikthejë dhe të rigjallërojë nuk do kthehet më. Dhe do apo s'do ai, gratë nuk do japin pushtetin që kanë marrë. Kështu që këta burrat që kohët e fundit kanë dalë nëpër televizione dhe ekrane të ndryshme duke demonizuar feminizmin, duke demonizuar gratë, duke demonizuar lirinë e gruas, unë them merrni ca kompresa, qëndroni në shtëpi, shkoni te psikologu, sepse kthim mbrapa nuk do ketë. Gruaja do kërkoj gjithmonë edhe më shumë vendin që i takon dhe meriton në shoqëri. Se jeton në një shoqëri që kur bëhet nga një grua patjetër gjykohet dhe gjithë syt janë tek ajo, ndërsa kur e bën një burr normalizohet edhe romantizohet. Së fundmi edhe në reality show të ndryshëm që kemi këtu në Shqipëri, kemi patur disa modele ose disa raste, qoftë imponuar ose qoftë vërteta, që kanë ekspozuar këtë fenomen. Pra raportin e një burri në moshë me një vajzë shumë të re. Dikush del me fytyrë, dikush del pa fytyrë, intervista personale me politikanë që kanë lënë gratë e tyre e çon si ka kjo dhe sot kanë marrëdhënie me vajza më të vogla dhe duket sikur shoqëria edhe në komentet që bën e pranon si fakt dhe nuk ka asnjë gjë të keqe. Ideja është që kështu ti krijon edhe modele për brezin e ri dhe për vajzat e reja që e shohin si të vetme zgjidhje. Pra nuk është
shkolla, zot. nuk është studimi, nuk Edhe është pse nuk është puna. normale. Për sa kohë ka bërë kjo ka mundësi edhe për mua. Ka një gjë që nuk mund ta godasësh individin kur individi jeton në një sistem. Kupton? Dhe kur ky sistemi nuk të ofron asgjë, kritika kryesore duhet të jetë ndaj sistemit. Ti sistem duhet t'i ofrosh njerëzve artin, shkencën, kulturën, punësimin, në mënyrë që këto të rinë dhe këto të reja dhe këta njerëz të maturuar të kenë marrëdhënie të shëndetshme dhe të mos kenë marrëdhënie, të mos kenë vetëm marrëdhënie interesi me njëri tjetrin, se ky është problemi. Unë nuk e shoh problem moshën. Mos më intereson fare çfarë moshe ka njerëzit. Kur duan një njëri tjetrin, le të rinë. Problemi nuk është mosha, problemi është marrëdhënia e interesit që krijohet. Dhe marrëdhënia e interesit krijohet nga pushteti i ish drejt. Nuk di më si ta them. Po nuk mendon se ka diçka që nuk shkon me atë marrëdhënie, një 50 vjeçar te një 20 vjeçar. Unë mendoj se ka diçka që nuk shkon në anën e vajzës jam, se nuk më vjen gjynof për 50 vjeçarin. Më duket sikur do pendohet. Plus më vjen gjynof për atë 20 vjeçarin që nuk e gjen dot këtë vajzën. Unë me thënë drejtën nuk I mbaj pishtaret njerëzve, janë gjunave apo s'janë gjunave. Generalizime po themi, një 90%, jo 100. Nuk mendoj që njerëzit e një farë moshe duhet qëndrojnë me njerëzit e një farë moshe. Nuk më intereson fare mosha e njerëzve dhe nuk më intereson fare ti çajallet të rinjve dhe të rjeve shqiptare që ti martoj apo ti fejoj. Të gjithë janë të zgjedhjet e tyre. Njerëzit le të fejohen, le të martohen, le të ndahen, le të divorcohen, bëjnë çfarë duan. Problemi është e marrëdhënia e abuzimit me pushtetin dhe te marrëdhënia e interesit. Kjo është problemi, jo që një 50 vjeçar me 20 vjeçare. Për ta mbyllur, çfarë ka një gjë që ti do doje që shoqëria shqiptare ta mendonte një herë? Ta mendonte një herë. Ta mendoj një herë. Ose 10, sigurisht. Po ja. Do doja shumë që shoqëria shqiptare të mendonte nëse është okay që mos ketë rotacion pushteti në vendin tonë. Dhe që të përgjigjet apo të përgjigjet politika, ti të jesh I verbër në atë besimin tënd dhe ti shkosh besimin tënd të verbër deri në fund, donse ai besimi jot do ketë pasoja. Fakti që zgjedhjet e fundit Edi Rama ka fituar me një shumicë të jashtëzakonshme, mua më shqetëson shumë dhe do doja që shqiptarët ta mendonin një herë këtë gjë. Ta mendonin, sepse pastaj kur dalin, proklamojnë, flasin, buçasin se sa shumë e duan shoqërinë, se sa shumë e duan familjen tradicionale, se sa shumë I duan fëmijët e tyre, atëherë unë filloj I vë gjërat në dyshim dhe filloj të është 60% edhe Rama? Filloj të pyes veten kush po gënjen. Të bën përshtypje sa mblidhen për të pa Tirana versus Partizani dhe për atë zihen 730 kundër 650, por nuk dalin për atë që kanë. Me Tiranën edhe fitoi Tirana, kështu që jo, forca Tirana. Mbyllim me këtë. Forca Partizani, I guess. Forca Tirana, forca Partizani, Jacqueline Lekatari. Faleminderit. Do burrat, faleminderit. Jo, nuk I dua. Po, nuk I urrej. Fakti që ti nuk I urren, nuk do të thonë domosdoshmërisht që I do. Rëndësi ka ti me burrat janë aty dhe unë I respektoj për atë që janë, po për të dashur jam vjen keq. Rëndësi ka ti jemi të barabartë. Kjo do ishte mirë. Patjetër. Faleminderit që na ndoqët. Faleminderit për ftesën.